Në Kosovë, përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar dhe të pushtetit vendas thonë se rivendosja e lirisë së lëvizjes dhe sundimit të ligjit edhe në veriun e vendit është një nga përparësitë e punës së tyre gjatë këtij viti. Por zbatimi i këtyre synimeve duket punë e vështirë, me që banorët serb në veri po mbajnë të bllokuar zonën në kundërshtim të shtrirjes së autoritetit të Prishtinës në atë pjesë. Përfaqësuesit politik të serbëve në veri kanë nxitur shumë debate edhe brenda autoriteteve në Serbi, me paralajmërimin e një referendumi përmes të cilit ata do të deklarojnë nëse pranojnë apo institucionet e Prishtinës. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë atje, Leonat Shehu. Autoritetet vendase ndërkombëtare në Kosovë thonë se ndër përparësitë kryesore të punës së tyre këtë vit është vendosja e sundimit të ligjit në tërë Kosovën, përfshirë edhe veriun e saj të trazuar. Ky synim ishte çështje kryesore e debateve dhe në takimin e sotëm të mekanizmit të përbashkët të EULEX-it dhe qeverisë së Kosovës për sundimin e ligjit. Shefi e EULEX-it, Xavier Budemarnjak, tha se janë 3 fusha në të cilët misioni i tij do të jetë i përqendruar gjatë këtij viti, duke filluar me forcimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. E dyta është mbështetja e bisedimeve Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe e treta është rivendosja e lëvizjes së lirë dhe operacioneve tona në veriun e Kosovës, tha zoti Demarnjak. Në mbështetje të këtyre synimeve citohet të jetë shprehur edhe përfaqësuesi i ri i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zbogar, i cili nga sot edhe zyrtarisht merr përsipër këtë detyrë. Media slovene, prej nga vjen zoti Zbogar, e citojnë atë të ketë thënë se duhet të bën përpjekje për të çuar përpara bisedimet që do t'i mundsonin Serbisë të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova të gjejë mënyrën për t'u përfaqësuar në forumet rajonale ndërkombëtare, një çështje kjo e cila ka bërë që të ngjecin përpjekjet për rifillimin e bisedimeve. Zoti Zbogar citohet të ketë thënë se qeveria e Kosovës duhet të hartojë një program gjithëpërfshirës për veriun e Kosovës. Prishtina ndërkaq ngul këmbë se çështja e veriut duhet të zgjidhet në bazë të planit të krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara, Marti Ahtisaari, në bazë të cilit edhe është shpallur pavarësia e Kosovës, e cila kundërshtohet nga Beogradi. Veriu i Kosovës është skenë e kundërshtimeve më të ashpra ndaj pavarësisë, ndërsa rrugët në atë zonë përmbahen ende të bllokuara në shenjë kundërshtimi ndaj shtrirjes së autoritetit të Prishtinës. Përfaqësuesit lokal politik kanë paralajmëruar për mesin e muajit shkurt një referendum në të cilën qytetarët e atjeshëm do të deklaroheshin nëse duan apo jo të pranojnë institucionet e Prishtinës. Ky referendum, i cili cilësohet i palehtëshëm e i pavlefshëm nga Prishtina, është kundërshtuar edhe nga pushteti në Beograd, por mbështetet nga opozita në Serbi. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.